Përshëndetje të gjithëve, i nderuar shkëlqësi ambasador zoti Alberti, i nderuar drejtues i lartë zoti Bukosi, i nderuar general brigade zoti Vinci Guerra, të nderuar kolegë, të nderuar përfaqësues të medias dhe pjesëmarrës. Është gjithmonë një kënaqësi e veçantë dhe përgjegjësi profesionale që të jemi sot këtu në këtë konferencë të rëndësishme, e cila prej shumë vitesh përfaqëson një nga modelet më të suksesshme të bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe autoriteteve italiane. Lufta kundër kultivimit të kanabisit mbetet një prioritet strategjik për policinë e shtetit shqiptar, një objektiv që kërkon angazhim të përditshëm, koordinim, transparencë dhe vendosmëri. Partneriteti ynë me autoritetet italiane ka qenë vendimtar në këtë betejë dhe rezultatet e përbashkëta janë prova më e qartë se sa i rëndësishëm është bashkëpunimi ndërinstitucional dhe ndërkombëtar në këtë fushë. Organizimi i kësaj konference me partnerët italianë për të evidentuar rezultatet e përbashkëta në luftën kundër kultivimit të bimëve narkotike nuk është thjesht një traditë apo një analizë formale, por është një analizë pune e përbashkët dhe një vlerësim kontributesh. Policia e shtetit ka punuar intensivisht për përmbushjen e prioriteteve të dokumenteve strategjike dhe planit të veprimit për vitin 2025. Ky plan synoi parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale të kultivimit narkotike, përmes operacioneve të koordinuara, qendrore dhe vendore, bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, si dhe angazhimit qytetarëve për informacion dhe ndërgjegjësim. Sensibilizimi i publikut dhe komunitetit ishte prioritet. Gjatë vitit 2025 u zhvilluan 812 takime me pjesëmarrjen e 16.885 qytetarëve, duke angazhuar 2.955 punonjës policie në këtë proces. Institucionet arsimore dhe aktorët lokal kontribuan në mënyrë aktive në këto iniciativa. Kontrolli i territorit dhe përdorimi i teknologjisë ishin faktor kyç në arritjen e rezultateve pozitive në parandalim dhe në goditje të kësaj veprimtarie kriminale. Deri më 31 tetor të vitit 2025, policia e shtetit kreu 217.119 kontrolle, të kryera gjithsej në 330.431 orë shërbimi. Objektet e kontrolluara përfshin sera, magazina, shtëpi të braktisura, tunele dhe ambiente të hapura. Për vitin 2025, përdorimi i dronëve u rrit në 76 pajisje. Sistemi elektronik GIZ narkotik ofroi të dhëna më të plota dhe raporte analitike për ndjekjen e situatës së kultivimit të kanabis. Një ndihmës e madhe për terrenet mjaft të vështira në është ofruar nga Ministria e Mbrojtjes me vënien në dispozicion të helikopterëve me qëllim transportimin e forcave policore në ato zona ku ishte e pamundur të shkojë me këmbë. Gjej rastin të falenderoj shefin e shtabit të ushtrisë General Kingjin për mbështetjen që i ka dhënë policisë së shtetit shqiptar. Për ne nuk u mjaftuan vetëm me kontrolle nga toka apo ajri, as me djegjen thjesht të fidanëve apo bimëve të kanabis të mbjella, por u punuan me vendosmëri nga strukturat e policisë kriminale për sigurimin e informacionit policor dhe nisjen e hetimeve proaktive për këtë qëllim. Në këtë kuadër, për gjatë 10 mujorit të këtij viti, u siguruan 6.917 informacione policore që bënin fjalë për kultivim të bimëve narkotike dhe filluan 104 procedime proaktive. Një punë e mirë parandaluese u bë dhe në drejtim të goditjes së farave të kanabis, ku në 16 raste u sekuestruan 10.798 fara. Lufta kundër këtij fenomeni u intensifikua dhe në drejtim të evidentimit dhe goditjes tentativave për kultivim të kanabisit me anë të llambave në ambiente të mbyllura, duke evidentuar dhe shkatruar për 10 muaj 10 ambiente të përgatitura me llamba që shërbenin për kultivimin të bimëve narkotike, si dhe 3 ambiente në tentativë për të përshtatur për këtë proces. Por për këto raste janë arrestuar dhe proceduar 31 persona, mes tyre punonjës të OSHE-s për veprën penale të shpërdorimit të tyre. Siç e theksova dhe në fillim, kjo luftë ndaj këtij fenomeni nuk mund të bëhet kurrësi e vetme. Bashkëpunimi ndërkombëtar, sidomos me Guardia di Finanza, prej shumë vitesh ka dhënë rezultate pozitive të prekshme. Gjatë 10 mujorit të parë të vitit 2025 janë evidentuar dhe asgjësuar gjithsej 203.960 bimë kanabis, nga të cilat 106.894 bimë të evidentuara nga monitorimi ajror dhe 97.066 bimë të evidentuara nga kontrollet e territorit nga strukturat e policisë së shtetit. Nga analiza e bërë si dhe këtë vit, qarku i Shkodrës mbetet qarku me risk më të lartë me 105.591 bimë të asgjësuara në territorin e këtij. Njëkohësisht nga strukturat e policisë së shtetit në fazën fillestare janë evidentuar dhe asgjësuar 17.447 fidantë të dyshuar kanabis. Të nderuar pjesëmarrës, strukturat qendrore dhe vendore të policisë së shtetit për gjatë 10 mujorit të vitit 2025
kanë evidentuar 580 raste kultivimi me 191 shtetas të implikuar, nga të cilët 106 janë arrestuar, 36 janë ndaluar, 17 janë proceduar në gjendje të lirë dhe 32 në kërkim. Po t'i krahasojmë këto të dhëna me të njëjtën periudhë të vitit 2024, për gjatë 10 muajorit të vitit 2025, kemi ulje me 132 rasteve të kultivimit, kemi 58.317 bimë narkotike më pak të evidentuara dhe 71.873 fidan më pak. Kemi rritje në procedimet penale me 7 autor kultivimi më shumë dhe 60 punonjës të proceduar për veprën penale shpërdorim detyre. Integriteti dhe vendosmëria e policisë kanë qenë themeli i suksesit tonë. Për gjatë këtij viti u proceduan penalisht 163 shtetas për veprën penale të shpërdorimit detyrës dhe moskallëzim krimi, kryesisht kryepleq, administrator fshatrash, punonjës të OSHE-s, punonjës të strukturave pyjore e të tjera. Padyshim për vitin që vjen, puna do të nisë menjëherë duke zhvilluar analiza të usishme të rasteve të evidentuara, zbardhjen e rasteve të pazbuluara për gjatë këtij viti, evidentimin dhe goditjen e autorëve, evidentimin dhe mbajtjen në kontroll të personave me precedent kriminal me këtë tendencë, si dhe forcimin e bashkëpunimit me agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit brenda dhe jashtë vendit, padyshim dhe me qytetarët. Do punohet intensivisht për evidentimin dhe goditjen e tentativave për kultivim të bimëve narkotike nëpërmjet dhambave në ambiente të mbyllura, evidentimin dhe goditjen e individëve dhe grupeve që importojnë fara, evidentimin dhe goditjen e financuesve të kësaj veprimtarie kriminale. Në përfundim, dua të theksoj se Policia e Shtetit Shqiptar mbetet plotësisht e përkushtuar për të rritur më tej rezultate dhe për të minimizuar çdo tentativë për kultivim të kanabisit. Vendosmëria jonë është e qartë dhe e palëkundur. Ne do të vazhdojmë të investojmë në teknologji dhe në forcimin e bashkëpunimit me partnerët tanë ndërkombëtar, në veçanti me Policinë Italiane dhe Guardia di Financë, që kryejm prej vitesh këtë monitorim në ajri, sepse kjo është rruga e vetme që garanton sukses afatgjatë. Gjej rastin të shpreh mirënjohjen time për qeverinë italiane, Ministrinë e Brendshme të Italisë, Bashkimin Evropian, Ambasadën italiane në Tiranë, për Guardia di Financë dhe zyrën e ekspertit sigurisë, si dhe për gjithë kolegët që kontribuojnë në këtë proces ditë pas dite. Faleminderit. Drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, zotin Ilir Proda, i cili deshi që rezultatet e arritura në 2025-ën në fushatën e mbikëqyrjes nga ajri të ilustroheshin sot bashkërisht si shprehje e dukshme e vlerësimit të mbështetjes dhe asistencës që Italia u jep forcave të policisë shqiptare në luftën ndaj kultivimit të palishëm të marijuanës. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj nga zemra Policinë e Shtetit Shqiptar për bashkëpunimin e çmuar e të vazhdueshëm ndaj forcave italiane, si në kuadër të veprimtarive të bashkëpunimit në përgjithësi, ashtu edhe në veçanti në veprimtarin komplekse dhe delikate të mbikëqyrjes operative nga ajri. Rezultatet e arritura janë fryt sigurisht konkret i një strategjie realisht strategjike dhe angazhimit të përbashkët Itali-Shqipëri. Këto arritje janë bërë të mundura me të gjitha fal profesionalizmit, përkushtimit dhe punës së përditshme në terren të grave e burrave të Policisë së Shtetit Shqiptar. Bashkëpunim ky që është një shembull bashkëveprimi ndërkombëtar efikas në luftën ndaj trafiqeve të palishme dhe krimit të organizuar. Siç të gjithë e dim, shërbimi i mbikëqyrjes nga ajri kryhet në kuadër të një marrëveshje të posaçme të lidhur midis dy vendeve në 2012 dhe i rinovuar në shkurt të 2021-shit për forcimin e bashkëpunimit në luftën ndaj krimit të organizuar e në veçanti ndaj trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Mbikëqyrja nga ajri realizohet nëpërmjet avionëve të Guardia di Financës gjatë periudhës sigurisht të maturimit të bimës me qëllim identifikimin e plantacioneve të kanabisit në territorin shqiptar në mënyrë që autoritetet vendore të mund t'i zgjësojnë ato. Do të doja të theksoja se Departamenti i Sigurisë Publike ka bërë të mundur edhe për këtë vit mbështetjen e nevojshme për Policinë e Shtetit Shqiptar si një dëshmi konkrete e vijimësisë së veprimeve të përbashkëta në përpjekjet për të frenuar sjelljet kriminale në këtë sektor specifik që aq shumë i shqetëson dy vendet tona. Fushata 2025, siç e dini, ka nisur më 1 maj dhe ka përfunduar më 31 tetor, sigurisht sepse duhet të ndërhyjë në momentet kur bimët lulëzojnë dhe ka bërë të mundur që të shihet jo vetëm gjithë periudha e kultivimit, por edhe të planifikojë shërbime monitorimi nga ajri të zonave të mbikëqyrura më parë për të parë nëse ka momente kur është ribjell bima
Nga pikpamja shkencore teknike, do të doja të theksoja kontributin e dhënë nga konsorciumi universitar Benecon, i cili ka vënë në dispozicion njohuritë e përdorura për të identifikuar kultivimet. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj nga zemra Guardia di Finanza, pilotët, teknikët e saj si edhe Nufrom në Durrës, jo vetëm për veprimtarinë e ngjeshur të fluturimeve, por edhe për mbështetjen teknike dhe cilësore, falë së cilës u arrit suksesi i kësaj fushate, forcës së vullnetit dhe nga angazhimit të përditshëm të gjithë atyre njerëzve. Do të doja gjithashtu të falenderoj zyrën e ekspertit për sigurinë që edhe gjatë fushatës 2025 të mbikëqyrjes nga ajri ka bashkërenduar informacionin me autoritetet kompetente shqiptare, njësite Guardia di Finanzës, Drejtorinë Qendrore për Shërbimet Antidrogë dhe forcat italiane të policisë. Po e mbyll duke falenderuar shkëlqësinë e tij ambasadorin Alberti, i cili me praninë e tij këtu ka dashur të dëshmojë përpjekjet e forcave italiane të policisë në Shqipëri dhe vullnetin për të vijuar me mbështetjen tonë të palëkundur. Historia e bashkëpunimit italo-shqiptar në fushën e sigurisë ka rrënjët e thella dhe dallohet nga përmarrëveshjet dhe sukseset e shumta operative të arritura, duke nisur nga ajo e para e 91 mbi trafikun e palishëm të lëndëve narkotike, krimit të organizuar dhe terrorizmit, dhe në mos gaboj flasim për 34 vite më parë. Ndër vite, numërojnë më shumë se 20 marrëveshje dypalçe që kanë kurorzuar një marrëdhënie bashkëpunimi të konsideruar të shkëlqyer edhe falë pranisë së një zyre ndërlidhjeje operative në Shqipëri që operon prej 97-s, aktualisht zyra e ekspertit për sigurinë, e drejtuar nga një drejtues i parë i policisë së shtetit, zoti Manko, dhe që mbështetet në profesionalizmin e 3 profesionistëve të policisë së shtetit, armës së karabinierëve dhe Guardia di Finanzas. Pikërisht për të theksuar këtë bashkëpunim midis agjensive të ndryshme. Për sa i përket parimit të reciprocitetit, vendi ynë gjen mbështetjen me praninë në Itali të 2 oficerëve ndërlidhës pranë ambasadës shqiptare në Rom dhe konsullatës së përgjithshme në Bari. Nuk kemi dyshim se veprimtaria e çmuar bashkërenduese e këtyre profesionistëve është një vlerë e çmuar dhe në këtë kuptim duhet theksuar se zyra e ekspertit për sigurinë në Tiranë është pjesë e rrjetit të gjerë të ekspertëve të Departamentit të Sigurisë Publike të vendosur në më shumë se 50 vende në përbot. Kemi më shumë se 50 zyra në botë dhe që mbulojnë deri në 91 vende. Dhe i gjithë ky drejtimi këtij rrjeti i është besuar shërbimit për bashkëpunim ndërkombëtar të policisë që kam nderin të drejtoj prej shtatorit të këtij viti të 2025-s. Gjithmonë mbi fushatën e mbikëqyrjes nga ajri 2025, dua të theksoj se zyra e ekspertit ka siguruar bashkërendimin e nevojshëm të informacionet midis autoriteteve shqiptare, Guardia di Finanzës të angazhuar në operacionet, Drejtorinë Qendrore për Shërbimet Antidrogë dhe forcat italiane të policisë. Në emër të komandantit të përgjithshëm të Guardia di Finanzës, generalit Andrea De Gennaro, dëshiroj t'ju përshëndes të gjithëve. Më lejoni gjithashtu të drejtohem me një falenderim të veçantë zotit drejtor të përgjithshëm Ilir Proda për bashkëpunimin e ofruar me policinë shqiptare, gjithmonë shumë e fryshme. Dhe gjithashtu një falenderim ambasadorit italian për vazhdimsinë e punës dhe suportin ndaj nesh. Jam këtu sot për të prezantuar bashkë me drejtorin e shërbimit të bashkëpunimit ndërkombëtar bashkë me zotin Bukosi rezultatet e fushatës monitorimit nga ajri 2025 e tashmë në edicionin e saj të 14. Është një bashkëpunim më shumë se 10 vjeçar, ashtu sikur se u kujtua pra që nga 2012 me qëllimin e hartëzimit dhe monitorimit të zonave dhe sipërfaqeve për përcaktimin e zonave që janë më me risk. Shërbimi i bashkëpunimit me të gjithë strukturat që mund të shprehin mundësinë më të madhe nga ana e palës italiane ishte Guardia di Finanza, e cila kishte mundësinë të përshtaste mjetet e saj për disponibilitetin e mjeteve dhe për kultivimin e kanabisit. Nga 2012 aktiviteti që është quajtur fushata monitorimit nga ajri është kryer nëpërmjet
avionit Piaggio P166, e cila ka një kamera me rezolucion mjaft të lartë dhe me sensor hiperspektror. Në vijim të modernizimit nga ana të Guardia di Financës dhe të blerjes së avionëve të një gjenerate të fundit, avioni P166 u zëvendësua për këtë aktivitet specifik duke nisur nga viti 2021 me helikopterin me 2 motor AW139. Në mënyrë që të kishte mundësi të bënte një rilevim i të dhënave nga ajri, akoma dhe më të mirë me teknologjinë më të mirë në bord, me një rezolucion shumë të lartë. Përveç kësaj, nga 2024 është përdorur dhe helikopteri ATR-72 që fal teknologjisë që ka në bord arrin të bëj një aktivitet screening dhe final check shumë më të gjerë. Fushata monitorimit nga ajri 2025 që ka nisur që nga 1 maj deri në 31 tetor 2025 ka lejuar që të konfirmohet efikasiteti i këtyre avionëve të përdorur, ashtu sikurse dhe bashkëpunimi ndërmjet forcave ndërqeveritare të përdorura gjatë këtyre viteve. Përpara se të futem në analizën e të dhënave për vitin 2025, dëshiroj të falenderoj edhe një herë autoritetet shqiptare që na kanë lejuar, ashtu sikurse dhe vitet e kaluara, gatishmërinë e një hangari pranë bazës në Tiranë, aty ku krijua një kuadër i përshtatshëm i sigurisë, sikurse dhe punët për mirëmbajtjen e helikopterit për të përmirësuar nivelin e sigurimit si në ngritje ashtu dhe në ulje, u bën disa punë të konsideruara të nevojshme për përmirësimin e hangarit dhe për sheshin para tij. U lejua në fakt që të gjitha aktivitetet të kryeshin në siguri të plotë për të gjithë personelin që është angazhuar. Dëshiroj të falenderoj gjithashtu konsorcium Benecon dhe në veçanti profesorin i cili jep gjithashtu bashkëpunimin e tij shumë të rëndësishëm, ashtu sikurse dhe forcat e policisë të cilat kanë gjetur dhe forcat e policisë që kanë krijuar laboratorin e post-processing para fillimit të aktiviteteve edhe më pas. Është rregulluar impjanti elektrik, linjat e internetit për analizimin post-processing që kanë lejuar të rriten rezultatet si për sa i përket termave operativ, ashtu dhe në terma cilësor, fal një përpunimi shumë të shpejtë të dhënave dhe të transmetimit në kohë reale të sinjalizimit drejt autoriteteve shqiptare të policisë. Përveç kësaj, në përfundim të eksperiencës disa vjeçare të krijuar dhe me qëllim ngritjen e kapaciteteve për monitorimin nga ajri, janë adoptuar disa iniciativa për të rritur akoma dhe më shumë potencialitetin e personelit të angazhuar në këto aktivitete. Në veçanti, gjatë fushatës monitorimit 2025 është aplikuar një qasje re për analizën e të dhënave, me dallimin e procesit të laboratorit ndërmjet përpunimit i asaj që konsiderohet imazhet e marra, ato që quhen të para, ato që quhen phase 1, dhe imazhet hiperspektrore, të cilat merren nëpërmjet një sensori që quhet mikrokazi 1920. Në këtë kuadër, në këtë aktivitet i është lejuar personelit të Guardia di Financës për gjithë përgjegjësia për aktivitetin e përpunimit të dhënave, si nga marrja e të dhënave dhe ashtu dhe përpunimit të tyre, ndërsa kërkuesve Benecon i është besuar pjesa e analizës së të dhënave hiperspektrore dhe aktiviteti i të dhënave post-processing i të gjitha materialeve të dhëna. Në veçanti, në përfundim të misioneve të fluturimit, janë shkarkuar të dhënat fotografike dhe ato hiperspektrore. Të dhënat fillestare janë procesuar nga operatorët e Guardia di Finanza. Këto të dhëna, fal rezolucionit të lartë fotografik dhe georeferencimit, të përpjekët kanë bërë të mundur të realizohet mission report brenda një afati shumë të shkurtër, duke plotësuar kërkesat e palës shqiptare dhe për të marrë rezultatet e misionit të mbikëqyrjes brenda 24 orëve. Në këtë mënyrë, policia shqiptare mundi të organizojë aktivitetin e luftës që i takonte
në një kohë shumë të shkurtër krahasuar me edicionet e mëparshme. Ky report është dërguar gjithashtu edhe konsorciumit universitar Benecom për validimin e zonave. Në total, gjatë fushatës në Shqipëri janë kryer 60 misione mbikëqyrje nga ajri, në linjë me vitet e fundit, nga cilat 7 misione screening, në përmjet ATR 72 nga 1 deri në 6 maj dhe nga 29 korrik deri në 31 tetor, në total 23 orë fluturim tetor më shumë se sa 2024. 53 misione telerelevimi për një total për 170 orësh nga helikopterët AW139 që kanë operuar në Shqipëri nga 7 maj në 29 korrik dhe nga 3 gushti në 24 tetor. Pas këtyre misioneve udhtimi janë prodhuar 53 reporte që kanë lejuar operacione të shumta nga ana e policisë së shtetit shqiptar. Ndër vite, fushata e mbikëqyrjes nga ajri është zhvilluar gjithmonë më shumë për t'i bërë sa më efikase procedurat dhe aftësisë së zbulimit të bimëve narkotike. Dhe në të njëjtën kohë të zhvilloi një kompetencë më e mirë në përpunimin e të dhënave nëpërmjet perfeksionimit të analizës shkencore. Si pasojë e këtyre ndryshimeve të modus operandi të organizatave kriminale dhe fal informacioneve të marra nga autoritetet shqiptare, është rimoduluar periudha e kryerjes së kësaj fushate nga ajri. Në këtë kontekst, veprimtaria është bërë më parë në maj, është shtyrë gjithashtu kozgjatja e veprimtarisë së kontrollit deri në gjithë muajin tetor për identifikimin e bimëve të ashtuquajtura të vona edhe si pasojë e përdorimit nga ana e kultivuesve e një fare tjetër. Në 2025, sipërfaqja objekt monitorimi që 61% e territorit shqiptar, kjo e dhënë, duhet konsideruar pozitive nëse marrin parasysh edhe ato sipërfaqe të cilat nuk janë të përshtatshme për të kultivuar, si vijat e ujit, ujërat e brendshme apo territoret për kultivimet tradicionale. Rritja e regjistruar në misionin 2025 i atribuohet pra në mënyrë sensorëve të gjeneratës së fundit të përdorur, të cilët instalohen në helikopterin ndryshe nga avioni. Këto rezultate janë arritur edhe fal kontributit që e përmenda më parë të konsorciumit të kërkimit universitar Benecom, të cilët i falenderoj edhe njëherë që janë partneri shkencor i fushatës së mbikëqyrjes nga ajri, të cilët nëpërmjet analizës së të dhënave kanë bërë të mundur ndërtimin e raporteve të nevojshme për sinjalizimet e shpejta forcave të policisë shqiptare. Duke analizuar tani në detaj rezultatet e veprimtarisë gjatë 2025-s, ka qenë në 62 misione udhtimi, janë 107.000 bimë. Kemi kaluar pra nga 595 zona në vitin 2024 në 1.003 zona. Pra ka një trend në rritje, sepse kanë filluar të preferohen bimë më të vogla dhe më të vështira. Kjo e dhënë flet për sigurisht për mjete më të mira të përdorura. Rezultati është ende më domethënës nëse vjet re se rritja e sipërfaqes kontrolluar dhe përdorimi i këtyre mjeteve sigurisht ka dhënë rezultate më pozitive. Nga analiza e të dhënave mund të themi se edhe këtë vit preferohen të mbillen zona më të vështira apo zona të cilat arrihen me shumë vështirësi nga ajri, të vendosura kryesisht në veri të Shqipërisë. Ka një ulje të vogël të bimëve të shkatëruara, krahasuar me vitin e kaluar. Duhet vënë theksi tek fakti se trafikantët kanë ndërmarrë një modus tjetër operandi të bazuar në kultivimin në zona edhe më të vështira për të arritur apo për të identifikuar. Në slajdin në vijim do të fokusohem tek zona veriore, qendrore dhe jugore e vendit. Evident, provat operative që ju shikoni në këtë diapozitiv
vënë në dukje efikasitetin dhe vlerën e veprimtarisë së kryer në sinergji nga Guardia di Finanza dhe Policia Shqiptare në luftën ndaj organizatave kriminale që menaxhojnë prodhimin dhe trafikimin e lëndëve narkotika. Analiza e të dhënave ka konfirmuar se zonat e destinuara për kultivimin e kanabisit janë kryesisht ato veriore të vendit dhe ato malore. Sigurisht, angazhimi i të gjithë aktorëve institucional të cilët luftojnë këtë prodhim të paligjshëm të lëndëve narkotike. Për arritjen e këtij objektivi është thelbësore që bashkëpunimi midis autoriteteve të vendeve tona, i cili vijon. Allora io Atëherë, unë po e mbyll ndërhyrjen time, por do të doja të thosha se rezultati i këtij viti, që si që shihni nga grafiku, bën një konstante krahasuar me vitin e kaluar. Kjo nga pikpamja nga një anë na bën të ndihemi më mirë, sepse ndarja e punës, organizimi dhe koordinimi me policinë e shtetit shqiptar, cilësia teknike fal konsorciumit Benecon dhe aftësia për të identifikuar bimët është aftësi pra e rritur dhe konstante, por na bën edhe të themi se me sa duket ky problem vijon dhe është e drejtë që ne të vazhdojmë me këtë fushat në bashkëpunim me policinë shqiptare. E shihni edhe nga grafiku se rezultatet flasin për një homogenitet në sekuestrime. Dhe këtë e marrim si një të dhënë pozitive, sepse do të thotë që jemi duke ecur në rrugën e duhur. Italia ka si qëllim të vijojë fushatat e monitorimit nga ajri dhe për vitet në vijim, do të mbështes forcat e policisë shqiptare për të eliminuar tërësisht këtë fenomen. Do të vijojmë të përdorim të gjitha mjetet e parandalimit dhe të bashkëpunimit të mundshëm, duke promovuar në të njëjtën mënyrë ngritjen e skuadrave të përbashkëta hetimore, duke patur parasysh që ato të cilat janë aktive ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë janë më shumë se 17 dhe kjo është një shenjë shumë e rëndësishme se si bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona funksionon. Unë dua ta përmbyll fjalën time duke falenderuar drejtorin e përgjithshëm zotin Broda, edhe në emër të drejtorit të policisë prefektit Pizani, i cili shpreh falenderimin dhe kënaqësinë e kësaj pune të përbashkët për rezultatet e punës që kemi mbërritur edhe këtë vit. Faleminderit edhe një herë. Grazie a tutti, grazie. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit drejtorit të policisë shqiptare, zotit Proda, faleminderit drejtorit të shërbimit ndërkombëtar, zotit Bukoshi, generalit Vinci Guerra, ekspertit ton për sigurinë, zotit Manko, pararësit të tij që shoh aty pranë, Salvatore Gavës, të gjithë kolegëve, më lejoni të falenderoj edhe ata që nuk u thuhet emri në fakt, sepse kjo punë këtu është një punë skuadre. Shoh këtu zotin Bishka, por edhe shumë të tjerë që shoqërojnë skuadrën, që përbëjnë skuadrën, të cilëve u shkon falenderimi im i veçantë. Jam shumë i lumtur të shoh këtu sërish generalin Vinci Guerra, ne ishim takuar më parë, por edhe drejtorin e policisë, sepse do të thotë që ka një bashkëpunim. Unë në mandatet e mia, detyrat e mia të përparshme, nuk kam parë ndonjëherë drejtues policie që të takojnë kaq shpesh dhe jam i lumtur sepse kjo është vërtetësia e bashkëpunimit ton. Unë do të nisem nesër në Rom, ku do të zhvillohet, siç e dini, një mbledhje dypalçe ndërqeveritare midis Italisë dhe Shqipërisë, një mbledhje shumë e rëndësishme me antar qeverie, ndër të cilët edhe ministrat kompetent për këto tema, dhe nëse do të më lejohet do të theksoj edhe një herë se bashkëpunimi gjyqësor dhe ai midis policisë është thelbësor për bashkëpunimin dypalësh midis vendeve tona, dhe them thelbësor para së gjithash sepse vijon prej shumë vitesh. Kjo konstancë në një nismë është një vlerë e madhe. E kemi nisur 14 vite më parë me këtë nismë. Ne nuk i jemi miq të Shqipërisë vetëm nga dje. Ne nuk do të jemi miq të Shqipërisë kur të jetë në Bashkimin Evropian
vetëm atëherë. Ne kemi nisur bashkëpunimin me Shqipërinë në 1991. Unë shkoja në shkollë të mesme në 91 dhe pikërisht në atë vit hyja bëhesha pjesë e policisë. Po, unë kam qenë pjesë e policisë dhe pikërisht ai vit. Më duket një histori shumë e gjatë dhe bashkëpunimi ynë pra ka nisur 34 vite më parë, pra në të njëjtin vit kur ra regjimi, nuk kemi pritur. Dhe besoj se sot, fakti që atëherë nuk kemi pritur, sot është një vlerë e madhe. Rezultati i kësaj fushate, i kësaj nisme e tregon. Por nëse do të më lejohet në Rom, do të them edhe sepse vlera e bashkëpunimit policor dhe gjyqësor ka shumë aspekte, ka shumë faqe. Është i bërë nga nisma konkrete si kjo që ka një vlerë, sepse pas 106.000 bimësh narkotik, ka njerëz, ka fytyra, ka vlera. Është rëndësia për të mbrojtur shëndetin e njerëzve, shëndetin e shtetasve, dëshirën e tyre për të jetuar. Ka edhe një vlerë tjetër në bashkëpunimin midis Italisë dhe Shqipërisë, që kalon edhe nëpërmjet mjetit të Bashkimit Evropian. Kemi këtu të ulur në këtë tryezh zotin Pirocoli, kolonelin Ottaviani, Ferdinando Rukon, të gjithë kolegë të cilët janë pjesë e një leadershipi operativ të projektit EUFOR Lea që ne duam ta mbajmë të gjallë dhe që e konsiderojmë si një nga pikat më cilësuese të bashkëpunimit ton midis policive dhe atij gjyqësor. Sepse puna që ne po bëjmë ka 3 synime të mëdha, synimi i luftës, që kur jam unë këtu 10 muaj, tashmë janë bërë 93 arrestime fal bashkëpunimit midis dy forcave të policisë. Janë bërë ekstradime, ka pasur edhe dënime. Pra kjo luftë është ajo që karakterizon bashkëpunimin midis policive dhe autoriteteve gjyqësore, por është dhe faqa pjesa parandaluese, fushata e mbikëqyrjes nga ajri, pra i prek të dy aspektet, dhe atë të luftës dhe atë parandaluese. Por është dhe një aspekt tjetër që besoj se është i rëndësishëm, mbi të cilin duhet të punojmë, që është aspekti i trajnimit. Vlera e kësaj nisme varet edhe nga aftësia që ne kemi për të krijuar, për të bërë trajnime të përbashkëta, për të shkëmbyer aftësi, për të bërë çfarë? Për të krijuar modele që të mund të bashkëndahen. Modele. Fushata e mbikëqyrjes nga ajri ka vlerë nëse krijohet një model operativ që vlen për Shqipërinë, që vlen për Italinë, që vlen për Italinë dhe Shqipërinë bashkë, që vlen për Italinë dhe Shqipërinë edhe kur Shqipëria të jetë bërë pjesë e Bashkimit Evropian, gjë të cilën ne shpresojmë që të mund të ndodhë. Këto vlera të kësaj veprimtarie nuk mund të harrohen. Rezultatet, numrat flasin ndonjëherë më mirë se sa fjalët, i shprehin ato që duan të thonë, apo që ne duam të themi e thonë më mirë se sa fjalët. Numrat e fushatës së mbikëqyrjes nga ajri 2025 janë të rëndësishëm, nuk dua të zgjatem duke i përsëritur, dua të them vetëm se pas atyre numrave është zgjedhja e përbashkët e dy qeverive për të mbrojtur vlera, për të mbrojtur ata flamuj, për të lidhur nismat e çdo dite edhe në këtë kuptim me rritjen e shoqërive tona, përmirësimin e shoqërive tona, mbrojtjen e disa vlerave tek të cilat ne besojmë. Më lejoni ta mbyll fjalën time me 3 fjalë, të cilat janë përmendur sot nga zoti Bukosi, si kualifikuese të nismës së fushatës së mbikëqyrjes nga ajri, pra rritje, lulëzim dhe korrje. Në atë rast flitej për bim, por unë besoj se këto fjalë duhem përdorur edhe për bashkëpunimin ton. Rritje, duam të vijojmë të rritemi në bashkëpunimin ton. Nuk jemi të kënaqur, nuk na mjafton, ka ende shumë për të bërë. Nuk mund të kënaqemi me kaq, sepse cilësia e një nisme nuk është vetëm në rezultatet, por edhe tek angazhimi i secilit prej nesh, tek secila prej skuadrat, që ndryshon realitetin e përditshëm. Fjala e dytë është lulëzim. Nuk mjafton që një nismë të rritet, por edhe të lulëzoj, pra duhet të jap një frut pozitiv. Duhet të gjeneroj diçka
e cila nga ana e saj do të jetë në gjendje ta përmirësoj këtë nismë dhe kontekstin në të cilin zhvillohet. Dhe në fund, korrje. Jemi këtu për të korrur rezultatet e kësaj fushate. Fushata e 14, jo e fundit. Meriton të falenderoj të gjithë ju që jeni këtu dhe të gjithë ata që janë, por që kanë kontribuar në këtë sukses. Faleminderit. Posso